ardhur për këtu në Fushalie, gjatë gjithë rrugës jam bashkë me miqtë të mi, me bashkëshortën e dy miqtë të mi. Nëse do të kemi mundësi të ndërtojmë një shtëpi këtu, se që nga një vend i brek të vim, t'i pëtojmë këtu. Këtë e kishim seriozisht. Bravo, ja, bëm dhe një banor në shumë. Atëre, shpejt e miqtë të fillojnë ndeshjet. Idris Gashi? Është kënaqësi për vitin e 5 që vi këtu dhe me Defrimin dhe Robert Bitrin, mendoj që çdo vit i kthehemi Fushalies dhe të kënaqen këta njerëz të rregullueshëm. Faleminderit Yusuf Myrta, do komentojnë ndeshjen sot. Yusufi do jetë në koment, Fatmir Zhuzhi do jetë në koment patjetër dhe Mojsi Dalipi, ku është Mojsiu që nuk po e shoh? Defrim përrudje për para gjithë këti publiku sot, një ditë feste, si zakonisht në mos gaboj është edicioni 5 që ju organizoni, dhe një përrudje e madhe jo vetëm për publikun, por mbi gjitha për këto yje që kanë ardhur sot në Fushalie. Faleminderit. Faleminderit Yusuf. Gaxheli nga Lushja tashmë është bërë Fushalias. Dibran. Përshëndetje të gjithëve. Normalisht që jam Dibran, sepse kam marrë që mbrëm dhe i kam parë dhe 4 ndeshjet e fundit. Komplimente dhe përgëzime Robert Pitrit dhe gjithë kësaj treve për këtë aktivitet kaq të bukur. Respekt. Altin Sulçe, moderatori më i mirë në tregun shqiptar të sportit, Mega Sport sot është në Fushalie. Përshëndetje të gjithëve. Sot në 22:15 fillon emisioni. Do kemi kronik nga Futboll Buzdrinit. A2 CNN. Po. Ky është Ere Kastrota Jari. Ka ardhur nga Anglia sot këtu për ju. Faleminderit shumë për pyetjes Dibrane, pavarësisht unë e di se kam losur viteve 80, edhe qysh atëherë më ka bërë përshtypje që njerëzit këtu janë shumë të rregullueshëm. Faleminderit edhe për sot. Faleminderit gjithë dhe Bashkim Tufa për ta mbyllur me redaktorin. Është njeri modest pa ne fshihet, por është më i miri në gjithë historinë e sportit shqiptar, firma Bashkim Tufa. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt unë po mendoj të bëj një kërkesë për të qenë banori i Dibrës. Ka marrë aq shpesh sa që më duket sikur vin në qytetin tim. Faleminderit. Faleminderit. Edhe mbyllim me Mojsi Dalipin, legjenda e Vlorës dhe e Shqipërisë, komentatori Çameris, i Labërisë dhe i Shqipërisë. Përshëndetje, Dibra Visnike, faleminderit për gjithçka. Faleminderit, kresi që kanë korpasi këtu. Djalin e pavdekshme Xhevdet Hasi, një dorë tokile për të pavdekshme Xhevdet Hasi. Ade Bert Bitri, ku je? Hajde këtu. Një dorë tokile për Bertin. E dua një dorë tokile fort për të djalë. Që po ishte në sërës, e Piketova. Talent që në kohën e vështirë të sistemit, sot është i lirë për të bërë gjërat që ato zemra. Jam shumë krenar edhe për ju profesor, që të kam edhe shokët e mik, po jam shumë krenar për këta ikona që nuk kemi pas as televizor t'ju shifshim. Vetëm t'ju shifshim televizor, ne maroshim o Agustin. Të shofish këta emra të mëdhenj në Fushalie, kjo është të shofish gjithë kampion. Gjithë kampion jemi shumë krenar dhe jemi shumë faleminderues që na keni ardhur, na keni bërë lumtur. Sot na keni zgjat ditën, jeni të binë unë si unë, ndjeni dhe gjithë ta që kanë ardhur të ndjekin. Faleminderit shumë për ju pjesëmarrësit. Faleminderit profesor. Berti, do kemi në pasin ceremoni para finales ku do laureosh sot. Falenderoj media që janë këtu, zoti Istem Shehu, falenderoj televizioni shqiptar që është sot këtu, zoti Agronoti. Falenderit të TV Dibrës me Istem Shehun, falenderoj Abdullah Dushkun, gazetarin e sportit që ndodhet sot këtu. Artur Xhediku, Akollas, aty ku si e ti amun, do të gjyra me tonë nga lartë, Roshdi Xhediku, ishë nxënësi dhe miku im që është sot ekskluzivisht për ju, dhe Arber Emiri, gazetari dhe komentatori i njohur Fjerak, që jeton në Tiranë. Duar të gjitë dhe për Arber Emiri. Përshëndetje Dibra, jeni shumë të mirë të gjithë. Tetova. Ju përshëndes nga qendra e botës shqiptare Tetova. Kam qenë gjithmonë këtu dhe përsëri do jem. Gjithmonë kur do jetë, dhe frimet e Asani aty jam edhe une. Faleminderit Tetova. Pinu lodhërve. Në qoftë për ajë dashfak, suat gjithve. Në koment, Fatmir Zhuzhi, vazhdo të rëndo bashkëri Sofirda dhe Mojsi Dalipin. Të gjithë ndeshje do komentojnë live. Po, vetëm sportistët tu dhe familjare, të gjithë jashtë.
Loca jep një top për Dodën. Proteston pagina e Arras e vindaj kryesorit Bakalli, por me gjithë gjithçka është e rregullt. Shemsi Pensi dhe Zenel Hoxha nga kanë ndritur, të ftuar lej sot, jetor të vite për një stanë, po Shemsiu, ja, Zenel Hoxha, presidenti i dhomës së drejtis Shqipëri Britanike në Shqipëri, respekt e Zenel Hoxha, Shemsi Pensi, trujtë zoti ka arë shpit tëne, respekt e faleminderit që erdhe surprizë e bukur sot. Faleminderit. Janë mbledh djent e Tibrës. Faleminderit Zenel Hoxha. Ja dhe Cule Lodër, që nga ka nërë mish, jemi në dasëm sportive qëtë kjo. Ky vend i bukur, ky vend pramor, nuk ka nevoj për liqene hidrocentrale, se ka po zotit bukur. S'ka nevoj për Skavic, ka nevoj për zemën tuj, historin tuj, dhe ka nevoj për shpirtin tuaj. Respekte për gjithë ju. Faleminderit që na mbështesin këto njerëz, shikoni. Altin Sulqe sonde do t'ju përshëndes live në aty televizion, në Megasport nga Fushalia. Do kemi edhe video në Instagram Megasport TV Show, edhe Facebook Megasport TV Show. Shënojni, mos e humbisni. Është edhe shoqata Shqipëria Gjelbëron. Turi, merreni këtë. Shoqata Shqipëria Gjelbëron është në mbështetje të këtij turneu. Edhe ajo është për ka patur Shqipërinë e pastër dhe Dibrën e pastër. S'ka nevojë Dibra, pra si gjë tjetër. Le të jetë ashtu siç e ka bërë Nona dhe Zoti. Vazhdojmë. Arri pak më mbrapa, çuna. Pak më mbrapa. Përgjëroj dhe operatorit. Minutë është. I drejtë sa minutë është, apo si ke mbaj. Minuta e 14 e pjesës së dytë, 0-0, 6 minuta deri në fund, deri te penaltit, ku do përcaktohet skuadra e parë finaliste. Bashkë me kryetarin e Këshillit Paqes në Vlorë, Eloina, ja, dhe bashkëshortin e saj një profesor shumë i njohur në Vlorë. Na ka ardhur Vlora dhe Shqipëria në Fushali sot. Respekte. O të bëri përshëndetje. Përshëndesim organizatorët, në mënyrë veçantë të këtij aktivitet ka një vlerë që gjithë rinia tibrane të mbaj kokën pas nga vendlindja për të kujtuar dhe për të ringritur jetën përsëri në Dibër, kundër mendimeve të atyre që donin ta futin në ujë gjithë luginën e Trinëzi. Rrof Dibra. Zenel Hoxha, presidenti i Dhomës Britanike. Spari më lejoni të përshëndes të gjithë mysafirët e shquar, ish futbollistët e kombëtarës shqiptare deri i kombit. Përshëndes gjithashtu organizatorin Dëfrim Metasani dhe të gjithë bashkëpunëtorët e tij. 500 e ca vjet më parë këtu është luftë kundër kushtuesve otoman, ndërsa sot ne festojmë. Por ndërkohë është kënaqësi që mysafirët që vinë dhe kushdo që e viziton luginën e Dibrës krijon tjetër ndjesi për bukurinë e saj, për historinë e saj, për njerëzit e saj. Dhe me këtë rast kërkojmë që të gjithë na bashkohen në lëvizjen tonë, në betejën tonë për ta shpëtuar Dibrën nga rreziku Skavica. Rrof Dibra, jo Skavica. Ja dhe Eva Qipi nga Vlora, kryetarja e Këshillit Paqes për gjithë rajonin e Vlorës, profesorja e Universitetit të Vlorës. Përshëndetje Dibra,
Ti pra mrekullueshëm me njerëz të mrekullueshëm. Ju falenderoj për mikpritjen. Ne do të vim gjithmonë këtu sepse gjejmë një vend të bukur, një vend me njerëz të dashur. Ju falenderit. Falenderit zoti Dëfrim. Faleminderit, marrën gjoka dy fjalë në emër të burrave të Dibrës që janë sot tu, të dardhës së Dibrës. Faleminderit Dëfrim. Respekte për gjithë brand. Respekte të veçantë për njerëzit që vinë nga jashtë, nga diaspora, të vinë të ndipër që është një mrekulli e rrallë. Dipa historikisht ka qenë e mirë dhe ngelet e mirë. Paraleli falenderim për zemër të organizatorët që Difrimet Hasani me shokët e vet, ka lënë gjurë të mira dhe vazhdon të majtë Dibrën në kam nga ana e folklorit, nga ana sportit, nga ana gjithë gjërat. Ju falenderoj që gjithë edhe gjithmonë u pashim në Dibër. Faleminderit Muharrem, bashkë me Robert Bitrin, një duar të viti për Robert Bitrin, i papar, i kanë bërë trofeun më të bukur tjetër, do japë pastaj, për gjithë të punë që bën këtu. Linja i Suf Myrta, kolegut, si është situata? Ka përfunduar pra kjo gjysmë parë 0-0, ka një shtyll për skuadrën e diasporës. Nëse diaspora të shkojë në finale apo jo, do zhvillohet nga këmbët e numrit 10. Por dhe ka mundësi e kujtë se po djeri Torban, Shojnë Kaca, Mosombrulli, gëtë... Nëse njëra skuadrë shënon dhe Pietroide, atëherë të do të pra këtu në fund. Mandullidan, Mosombrulli, është nëse të të mirë të këti aktivitetin të i tani, ma Kaca, Shojnë Kaca,
Ka zhvilluar në maksimum sot, është bërë një njerin i njohur për gjithë kombën shqiptar dhe ndërkombëtarisht. Ju urojmë suksese. Vjen mirë ky aktivitet, sensibilizon gjithë opinionin publik tibran për t'i thënë jo skobitis. Tibra është shenjtë, është kërkesa e Shqipërisë, është krim ta mbulosh këtë vend bekuar. Këtu jam bërë lufta, këtu jam bërë betejën e Tërviollit. Këtu ka histori të lavdishme, prandaj ta mbëm Dibrën, por skobita rob Dibra. Faleminderit. Të lumt gjoja të lumt. Mirë. Dua t'i falenderoj gjithë ata vërtet që na kanë sot. Në njohje diaspora e Belgjikës sa do kaloj në finale Zoti Kaca, Rami Kaca, Petrit Kaca. Ju lutem afroni pak këtu për të marrë opinionin dhe emocionin e parë se si ndihet diaspora e Belgjikës pas këtij suksesi. I ka ik zëri, ja? I ka ik zëri, imagjinoni çfarë ndodh këtu, Perlat, i ka ik zëri, kapitenit i ka ik zëri pranerit. E kupton? Jam fan si jot, por shërbimet e përgjithshme. Ekipi kundërshtar ishte një ekip shumë i fortë, suksese, vazhdim. Faleminderit. Përgatitet neshja 3 ishat që është fituesi ditës verës, kampioni ditës verës, sepse Berti bën një aktivitet këtu për ditë vere që dua ta përshëndes, ta përgëzoj. Djali që po xhiron bashkë me Zojën, një respekt për ty që na ka ardhur sot këtu në Fushalie. Mirënjohje zëre. Mirënjohje Zojën e nderuar. Vazhdojmë. Kur që diku që xhiron çdo detaj, akollas nuk të fal. Edhe në dronë ka xhiruar. Ja dhe marrëm gjokën a vjen me djalin e tij Edi, një djali shkëlqyer, i cili ka fabrikën e xhamit në Tiranë. Ja, ky është. Duar rrugëti për Edi, për vëllezërit Gjoka. Lutin, Gentin, Edin dhe babën e tyre kampion Muharrem Gjoka, bulli i Dibrës. Jepën duart, bëhet ceremonia me smurin dhe trajnishave, ju uroj suksese të dy skuadrave, linja për kolegët e mi, ta mbështesin Fatmi Zhuzhin sot, se është në vendin e vetë. Jemi në gjysmëfinalen e dytë ndërmjet ekipit të Murit dhe trajnishave kompleks. Skuadrat kanë spritur në fushën e pyes, ekipi i Murit. Promovon këtë vend, ruan këtë fushë që adhuruan dajat e tij për fshatin, që dua t'i falenderoj familjen Marku, që e kanë lënë këtë fushë për futbollin, për nipin e tyre që t'i mbledh djem nga gjithë bota dhe t'i sjell këtu. Unë si organizator, bashkë-organizator me Bertin, ka vendosur që sot të jap trofeun më të bukur në botë për Robert Pitri. Benet Musa, Agustin Kola, Kreshik Qibi, Shkëtim Toska, Vasil Ruci, ardheni këtu gjithë bashkë të adhurojnë këtij djali këtë trofe. E meriton sepse e mban gjallë lëvizjen sportive dhe e ruan me fanatizëm këtë vend, që mos ta marr skavica për ta kenë njerëzit pronë të tyre. Ky është trofeu më i bukur në botë që i dhurohet djalit tuaj, djalit Nazmi Piti që e përshëndes, vllajt Tartanit dhe vëllezërve tjerë dhe motrave dhe mikut tim dhe djalit më pasionant që unë kam patur edhe në shkollën Mishtim Shyri, por dhe tani në gjithë të vite, i cili ka dhe një djal kampion. Ku është djali kampion? Ku është kampioni jot? Gerti, ku është? Është me klasën e vetë. E sjellim pak Gerti këtu, ta sjell mami vet, nëna e tij, bashkëshortja ta sjell nëse na dëgjon. Trofeun, të gjithë bashkoni duart, bashkoni gjithë kështu. 1, 2, 3, Bert Pitri! Shumë falënderit, ju jemi shumë i njohës, të jem krah jush, legjendat futbollit shqiptar, ikonat tona, që ju thash që ne as në televizor nuk kemi pas mundësinë që të shohim, është ndër krenari dhe shumë privilegj për ne. Ju jemi shumë i njohës, kampion.
Prit, pastaj, prit, baro ti, baro. Atë ka ardhur dhe Gerti. Profesori thotë ky është kampioni. Po ky është para te. As diskutohet se ky është kampioni para me. Atëherë, për kampionin para te, Vasil Ruci, futbollisti I shekullit, I jep dhuratën fanelën e flamurtarit kundër Barcelonës. Gerti, Bakzosh fanelës flamurtarit ka një histori të madhe. Mere vishe njërës. Është numri Vasil Rucit, numri 7. Është 100 vjet histori e flamurtarit Vlorës. Kam qenë atje, kam bërë dokumentarin, kam moderuar atë spektakël. Faleminderit Krishtik Qipi që më besuat për qenë atje. Faleminderit Vasil Ruci. Ja, shikoni sa I bukur u bë ky kampioni. Takoj të gjithë Gerti, takoj të gjithë. Gerti është pjesë e ekipit të fëmijëve me aftësi ndryshe. Do të luaj futboll. A do ju I sen? Ja, djemt. Po. Atë në këtej. Ari pak më lartë, pak më lartë. Pak, kaloj pak vizën, kaloj që më të ngojmë. Më ndimoni me mirënjohje të lutëm, kush mi mori mirënjohje? Faleminderit. Atëre, kush do gjonë emrin të vit marrë mirënjohje? Aurel Bitri. Lulzim Dreka. Avni Marku. Shënon, ka shënuar? Kush ka shënuar? Muri ka shënuar. Atëre e komentojmë golin, e komentojmë. Hane, Fatmir, se ka bon gol skuadra jote. Po pikërisht me fillimin e kësaj pjese të dytë është skuadra e Murrit me të numri 9 Gisi Puci ka kaluar, ka arritur të barazojë rezultatin dhe gjithçka është e barabartë këtu në Puçanie. Shpreson akoma ekipi Murrit në drejtimin e zotit Farid Lleshi dhe me trajneshkë që Qokën dhe Ati Qokën për të shpallur kampion të këtij eventimenti. Sukses e ekipit Murrit. Për pak sa nuk e shënuar gol. Kush do gjonë emrin të viktu të marrë mirënjohjen? Avni Marku. Robert, riprande Robert. Ashtu? Avni Marku, ashtu? Gjetan Bushi. Bujar Skepi, ka ardhur nga Anglia e falendoj nga Gazeta. Kush Bujari? Elson Alia. Elson, hajde. Elson, hajde me mirënjohjen. Korab Suli. Kolum Krashi. Kolum Krashi. Nazgar Hakle. Leon Hopi. I Radio Tiranës, kryedatori sportit shqiptar për 20 vjet. E presim e për përgjigje. Arzos Torsen. Muharrem Gjoka, Buri Dimës, mjeshtër I madh, qytetari Deri Qafës Dimër, njëri nga njerëzit që është pranë meje prej 15 vitësh, dhe e punishtet gjithmonë. O jam të forë. Bravo. Bujar Prezja. Por duhet të rëgjë I sekret sot për e parë para popullit Dimës. E thëmë, nuk është sekret tashmë. Unë ka dalë Korabi, nga kalori e dytë, në të parën, një nga njerëzit që më ka mështetur më shumë mua dhe stafit e ekipit Korabi ka qenë Bujar Prezja. Meritoni për ato vite dhe një mirënjohje, ja thëmë në mënyrë soneme para popullit Dimës, faleminderit që ke qenë Tashamirës, se ti nuk ke bërë gjëra që nuk duhet të bërë, por ke qenë Tashamirës. Ilir Kurti, është tu? Ilir Kurti. Mërsi Galipi, zëri Maturis, Tavëriz dhe Shqipëris. Një për t'i bërëve, ja poshtë. E të ka kalorë një sekundë shumë
Këta tim dhe vajza meritojnë respektin ton. Ta njerëz që janë sine, jenë si gjithë të tjerët, ja ku janë. Pro Trokiti janë ngritur yjet të këmbë, shikoni. Janë ngritur yjet të këmbë për të respektuar, shikoni sa të dashur që janë. Shikoni sa të mirë që janë. Ja, se cili më i mirë se tjetri, ja. Ja dhe tjetri, bravo. Ja dhe mësusja Leda Gjoni, pasionante. A është shënuar gol? është shënuar gol? Po? Është shënuar? Ja, një sekund. Po, Fatmir, qa ka ndodhur Fatmir? Me 11 metrësh ka kaluar në avantazh, është pikërisht përsëri numri 9 Gisi Puci që kalon murin në avantazh dhe udhëheq për rezultatin 2-1. Ndodhemi në fraksionin e dytë të kësaj sfide ndërmjet tre nishave kompleks dhe murit. Tani gëzojnë futbollistët e murit, por megjithatë akoma nuk ka mbaruar gjithçka, se kemi dhe pak minuta lojë, ndërkohë skuadra tre nishave do ta fillojë topin përsëri nga mesi i fushës. Andrej ka kaluar avantash muri, ju lutem. Ktheuni nga njerëzit. Hajde Julian, hajde këtu Julian. Ktheuni nga njerëzit. Kush dëshiron, ja ku është kutia e Blamesis. Ja. Arbe i mirë i futit pare, kush arbri. Ja. Kush dëshiron, nuk është me detyrim, është me dëshirë. Ja. Ja dhe Agusi Kola, falënderit Kola. Ja dhe Pelat Musa, ja dhe Castillo Tajari. Ja dhe Lorenskini, miqtë e mi nga Tirana, e bon punën e tyre, ja ku e. Respekt për gjithë, ja dhe Lorenskini 20.000 lek, ja dhe shiko që bon Vasil Luci. Vasil Luci 50.000 lek, respekte, zoti ta shtoft. Ja dhe Muharrem Gjoka, ja dhe Qivi. Ua, krye repër, falënderit Këshnik Qivi. Mjeshtër, falënderit Muharrem Gjoka, buri Tibrës, 50 euro. Ja dhe Shëmsi Prensi, ja dhe Goni. Por duhet t'i tim si emra, ja dhe Zenel Hoxha, presidenti dhe omës trektis. Shëmsi Prensi, Zenel Hoxha, më tërgo pak lutëm emra. Lutëm. Djali aty, djali. Sali Repa, falëndej zotit i shtoft, Sali. Ja dhe zoti Pegu, Alil Pegu. Ja dhe, fal, një sekund. Astrid Balla, zotit i shtoft Astrid Balla. Ja dhe Aurit Pitri 50 euro. Ja dhe Ami Kaca. Prap ty, bravo. Ja dhe Petriti, Petrit, yes. Petriti. Ja dhe prap Lorenci. Ja dhe, Ganimet Hasani Kushirim, Duar Trokitje. Avnise Fullau, 50 direkt, zoti Vashtov. Bravo. Gulsim Hasani, Besian Pitri, 50. Lubin Metasani, Kushirim, bravo, 50. Sokol Karasani, 50. Fal. Armit Loka, 50.000 lek. Hüseyin Kacani, sa? 300.000 lek, Hüseyin Kacani, ja. Hüseyin Kacani, kampioni. Presidenti Peltës. Ja dhe Edi Muharrem Gjoka, 50.000 lek. Fal. Roland Gjini, 20.000 lek. Jonit Tëshalla, 20.000 lek. Ali Kaci, Ali Kaca, falënderit, 20. Vazhdojmë që kemi? Genti Puci, 50.000 lek. Ja dhe kampioni jonë, Arbri, 50 euro. Dhe Ilian Prenesha, në paundja, nuk e di sa paundja, po mashallah që ka mirë dorë. Që ka dorë e trash. Si kemi? Mone Kaca, trujtë zoti, ku e familja Kaca. Isha në Bruxelles, kam ngell pa fjallë, kur kanë folë për familjen Kaca. Jam mahnit. Respekte për gjithë ju. Rami, Petrit, gjithë. Që shumë më shala. Që kemi? Adriatik Hoxha, 50. Bektashi, 50 euro. Esat Vladi, 50.000 lek. 500.000 Gaflir, 100.000 Gazir Liga, Duar Trokitje për presidentin Edi Brane Sukti. Falënderit. Si është rezultati? Arrinë të nisha kompleks kanë barazuar me të mbetës, pikërisht ati ku sprita e skuadra e murit mendoj që ka siguruar kualifikimin, por ka 3 mema për përkullit duke barazuar rezultatin e 2-2. Agadi, Esat, Afrim, gjithve, 50.000 lek.
Zoti Vashkofti, keme video të gjithë emra, ako i ke kutin, transparente, sigur t'ishin zgjedhjet, si shbëm ne, do ishe Shqipëria ndryshe. Kush është? Si ka jemi? Agustin Lokakar nga Gjermania, enkas për këtë ditë, zoti i Trujt. Respekt të gjithë. Andrej zoti i Trujt, ky është gjesti më i bukur që keni bërë për ta fëmijë. Bravo. Kisa Kasani, u bë Delta, u bë si kryeqendër e botës. Respekt. Andrej gjithë, Andrej Artur Xhediku, ti do e kesh miniorin pak më mbrapa. Gol, ka gol prap, ka gol. Kush ka shënuar? Kush ka shënuar? Kush ka shënuar? Është përsëri trejnisha kompleks. Problemin, edhe Idris Gashi, dua ta falenderoj afro Idris tu. Idris Gashi, 5 topa për turneun futboll Buzërini. Dua të rrugitje për Idris Gashin, për Berk Bitrin dhe nga Jutmir Gaxheli, kemi 2 topa për turneun futboll Buzërini. Topa cilësor, Topa cilësor, kuptohet se këtu nuk malla do më du. Gati, Gaxheli? Uniforma për Gerdin, uniforma ime e federatës nga klubi i futbollit Lusha 120. Si do të me thënë Gjaxhet? Falnej të po thotë Gerti jut, ti i del kampion, ja dhe një kampion pasardhës që Gertin e kemi matë mirin. Bravo. Falnej, po ju them gjithë dhe falnej për Gertit dhe për gjithë klasës Gertit, që na kanë ardhur nga Tirana e pamfundur që të vinë të sensibilizojmë këtë lloj njerëzish që jetojmë këtu profesor, sepse ne shumica nuk e ndjejmë këtë lloj peshe. Të bish ta lloj fëmijësh, këto janë me arsi ndryshe, këto janë shumë më të mirë sepse ata që nuk kanë gjojnë. Ata që hedhin të pakurët, takur nuk e bojnë. Ata që sillen ndryshe dhunshëm, takur nuk e bëjnë. Ka janë shumë të mirë, janë shumë dashur. Lumba ai që i ka. Falënderoj dhe modhi Allah që na e ka dhënë. Respekt maksimal për këtë shoqëri dhe për këtë Me leoni që emrin tuaj, të ftoj zotin Xhavat Marku për t'i bërë një dhurat këtë top në emrin tim dhe organizatorit Robert Bitri. E presim e duar të rokitje, Xhavat Marku ish futbollist i talentuar i fushalies, i cili shquej gjithmonë në fushat e futbollit dhe bëra një falenderim Berdi, nuk e di dhe gjove për familjen Marku, kështu që i falenderoj gjithë. Ekipi Murit të viktu, ekipi Murit është i ftuar të vinë fush si pas rregulorës. Zoti Shëmsi më ndihmo pak, Shëmsi Prençi. Zoti Xhavat, atëherë me duar trokitjet tuaja, zoti Muharrem Çoka, mund t'ia dorëzosh zotit Xhavat Marku topin origjinal, hape pak, ta ketë se ky ka shef shumë, pa qese, bravo. Atëherë topi origjinal i shkon miku ton origjinal Xhavat Marku. E dorëzon Respekt për gjithë, ta vojt. Me shasi, si kolet që ka pas kyut. Atëherë Agustin, ku është Agustini? Ade se ka qef të bëj një foto Xhavatit, ka pas hidhur, dikur, i dham topin. I premtëm edhe bluzën Agustin Kolës, Lorenz, ma kujto, edhe bluzën me numrin e Gustit 11-ën, ka të qenë me 2 nisha, do të asillim për ty nga Tirana, okej? Dakord, Berti? Okej. Altin Tafa, falënderoj që je sot këtu, djali sot dollit, respekte. Urime Xhavat, gjithë familjes tonë të gëzuar. Vazhdojmë. Shikoni çfarë thot Aleksia për ju, dëgjoni pak, dëgjoni, ma thujni një atë që thesh. Ju dua shumë, dua trokitje për Aleksia. Ja, shko për qafoj që këto. Jemi me leqenë. O, një surpriz. Presidenti Korabit, Femim Ziu, bën një përshëndetje speciale nga vendi ku ndodhet me pushime. Një përshëndetje, dëgjoni. Vazhdo Femisën. Keni bërë gjanë më të bukur, që ka një zhvillim bukur në ambjent, edhe i mërëve të procese. Është Femim Ziu, drejt për drejt nga Durrësi, nga vendi pushimeve ku ndodhet.
presidenti Korabit, Feminciu. Ja Vlora, ja Muharrem Gjota, ja Vasil Rusi, ja Kastriot Tajari, ja Përlet Musa, ja Qëpsi Prençki, ja Zoti Pegu, ja Zoti Lorenskini, ja me Agustin Kola, ja Viljar Preqa, ja me Shpëtim Toska, ylli futbollit i bën. Emiri Femil Leshi, fotoreporteri Korabit, ja ku është? Fotoreporteri Korabit, ja. Ishin në Lija dhe Fatmi Zhuzhi, kërke? Ja dhe Islam Shëron dhe Idris Gashmi. Falënderit, ishim e Feminziun live drejt për drejt nga vendi i pushimeve që ndodhet në Durrës. Ja ku është Donaldi, e përshëndes Donaldin, djalin e tij, drejtori i klubit Korab. Faleminderit. Një radhë pak falenderoj Bertin që kom të organizimit mrekullueshme, të gjithë pjesëmarrësit, ju për organizimin. Falenderoj gjithë miqtë që kanë qenë pranishëm sot dhe na nderuan në prezentimin. Përshëndetje speciale për ty. Faleminderit gjithëve, faleminderit zoti profesor Dëshmit Hasani, ishte një nga profesorët më të shkëlqyer të atyre viteve 79-83, dhe turoj suksese gjithmonë jetën tënde fare. Dhe me këtë aktivitet që ti po fillon sot dhe përshëndetje Fushania, të t'jesh me njohës për gjithë jetën. Suksese të gjithë të kipër se gjitha ka që në ka respektuar. Respekt. Atë 2 CNN, Megasport TV Show edhe në YouTube. Është rast unikal që një emision kombëtar hapet me Fushalien në turneun futboll Buzërinit. Në asnjë viti, frujt zoti për djalin që ke bo. Nuk e bëna me aksion, po bëna me jetë. Po trapini me asnjë viti. Një minut. E gëzofi jetën, e gëzofi për herë këtë fest. Qofshi gjithmonë lumë. E gjithë fijë. Faleminderit Nazmi Bitri, Daja, respekte. Oke, Arberimi, medalje. Gazetari i minjohur, sportiv, komentator i Fierit dhe i Tiranës, Arber Emiri. Medalja shkon për operatorin më të mirë Agan Hoti. Medalja shkon për Artur Qëdiku Akolas, aty ku sjeti është ai, Artur Qëdiku. Të jemi shumë falenderos në si klub sportiv. Faleminderit për gjithçka. Faleminderit Islam Shërut, një medalje që transmeton live të gjithë aktivitetin futboll Buzërin. Tre albitat i kemi pasaj, po. Gati, Rushdi Qëdikut, medalje Rushdi Qëdikut. Duhet hypim atje lartë. Suksese të mëtejshme. Eftojnë Donald Mziun, drejtori i Korabit, të vi këtu të laurohet me medalje. Një medalje shkon për Askan Hakajt, për mikun ton nga Trofoja që vjen sot tu, presidenti i Unionit Kombëtar. Një medalje shkon për Miqë Dukën, zëri i ditës madhe. 35 fshime para të festivale kombëtare dhe ndërkombëtare në shoqërinë kulturore artistike Divra e Madhe. Një medalje shkon për Shemsi Preqin, për kontributin që ka dhënë për Korabin dhe Bramurin, për Donald Mziun, drejtori sportiv të klubit Korabi, që e mbajti Korabin në kategorinë e parë me një luftë të paparë si vjet, duke bërë gjithçka që Korabit mos ja ulte emrin. Faleminderit Korab. Faleminderit medalje për ty. Do sot e do zonë Robert Bitri për të dy. Gëzuar Fushania, festën! Faleminderit Korpasi, qosh me jetë. Falenderoj dhe zotin Merdini, Robert Qepsi më i miri të Shkopis. Një dorë të gjini për zotin Merdini. Kreu nga populli, ja. Ravaneli, respekte për këtë legjend të Robert Qepsis në Shkopi, i cili për fat keq nuk flet dot me zë, po flet me shpirt.
Dhe ky ma bën me dorë gjille duke u falendëruar nga zemra. Ja, si? Ja, faleminderit. Atëre Berti, më ndihmo me emrat. Një sekundë, se do nga lodra duhet na luar, lodra duhet na luar. Do japim trofet personal. Do fillojmë nga portieri, prit. Sa të rreshtohet, faleminderit lodrave, faleminderit, pushojmë pak, pastaj kur dale, kur të fitoj titullin, lodra, mirë loca. Kur t'jepet kupa, jepi zarm. Ti që këtë vend, dakor? Gati, fillojmë me çmimet e sportistëve më të mirë. Legjenda e futbollit të shqiptar, portieri gjigan Perlat Musta. Sa emocione të bukura, ha? Imagjino të kap ku Perlat Musta, ku ishte parë herë. Futbolli shqiptar për Rezukun, që shpallet mbrojtësi më i mirë i turneut. Shalli nga veteranët e flamurtarit. Është një dhurat nga veteranët e flamurtarit, futbollistë e vitin e 80. Atëherë Qafati ka djali, ha? Mori dhe shak flamurtarit. Mbrojtësi më i mirë. Edhe kupën. Ja, afër Berti, ja me Zuku i Trenjishave. Nuk është kollaj me qenë Trenjisha. Atëre me Zuku shpallet njëshi të njëshave. Mbrojtësi më i mirë. Adi e të mirë, bravo qo, bravo. Vazhdojmë në sfushori më i mirë Agustin Kolla, afro. Ska gjë, dhuratën do t'ja bësh më vonë. Unë nuk u kam thonë atyre. Atëre të shpimi Agustin Kolla, sfushori më i mirë e merë Sulmusi mirë. Ron Hajdari Diaspora. Portanin më të suksesshëm Bektash Kaca. Faleminderit ti profesor, faleminderit.